3 persona janë arrestuar dhe 2 të tjerë janë proceduar penalisht në PUK pasi janë konfliktuar me njëri tjetrin për motive pronësie. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë PUK arrestuan në flagrant shtetasit ISH 67 vjeç, FSH 36 vjeç, djali 67 vjeçarit dhe shtetasi GI 34 vjeç, si dhe referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet PI 60 vjeç dhe bashkëshorten e tij shtetasen FI 43 vjeçe, të gjithë banues në fshatin Dedaj PUK. Nga veprimet hetimore dyshohet se mbrëmjen e djeshme në fshatin Dedaj, këta shtetas janë konfliktuar për motive pronësie me njëri tjetrin, duke përdorur sende të forta dhe mjete prerëse të mpreta. Si pasojë e konfliktit kanë pësuar dëmtime shtetasit me inicialet ISH dhe GI, të cilët po marrin mjekim në Spitalin Rajonal Shkodër dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale, sende dhe mjete të dyshuara të përdorura gjatë konfliktit. Materialet procedurale u referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.